إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Çdo falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut të na mbrojë nga të këqijat e vetës dhe veprave tona të liga. Këdo që e uzon Allahu në rrugë të drejtë, askush nuk ka mundësi ta devijojë. Dhe këdo që Allahu e devijon, askush nuk ka mundësi ta uzojë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet, nuk i bëhet shok atij. Gjithashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, muaji Ramazan është muaj i begative të shumta. Meqense jemi në këtë muaj, sigurisht se do të na shkojë mendja te Kurani i Allahut subhanahu wa taala. Vëlla mos lexo Kur'an, gojë hidhun. Meqense jemi në muajin Ramazan, atëherë duhet të lexojmë Kur'an. Nga se Allahu subhanahu wa taala këtë Kur'an të madhërisëm e ka begatuar me zbritjen e Kur'anit dhe me tekst të veçantë e ka begatuar natën e Kadrit me zbritjen e Kur'anit famëlart. Allahu subhanahu wa taala thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaji Ramazan është ai muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu dhul Jalal: "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Ne kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Të nderuar vëllezër, çdo gjë që lidhet me Kur'anin famëlart bëhet e veçantë. Për këtë arsye Xhibrili alayhis salam është bërë meleku kryesor dhe meleku më i veçantë, nga se përmes tij Allahu dhul Jalal e zbriti Kur'anin fisnik, shpallin e fundit për njerëzimin. Po ashtu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është bërë pejgamberi më i dalluar, pejgamberi më i dashur i Allahut subhanahu wa taala, pejgamberi i fundit, sepse këtij pejgamberi Allahu ja zbriti Kur'anin. Po ashtu muaji Ramazan është bërë muaji më me vlerë, nga se në këtë muaj ka zbritur Kur'ani. Gjithashtu nata e Kadrit është bërë nata më me vlerë, nga se në këtë natë Allah subhanahu wa taala e ka zbrit Kur'anin famëlart. Gjithashtu ne si umet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jemi bërë umeti më i mirë dhe më me vlerë, nga se Allahu subhanahu wa taala këtij umeti ja ka zbrit Kur'anin. Andaj, si është raporti jonë me Kur'anin? Si është raporti jonë me Kur'anin sa i përket leximit? Si është raporti jonë me Kur'anin sa i përket kryerjes së urdhrave që Allahu dhul Jalali ka përmendur në Kur'an? Si është raporti jonë me Kur'anin sa i përket largimit nga haramet të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar të shmangemi atyre dhe mos t'i veprojmë? Të nderuar vëllezër, Kur'ani është udhëzues, është mëshirë dhe dritë për mbar njerëzimin. Andaj, meqense Kur'ani është i tillë, e kuptojmë pse të parët tanë ishin aq fort të lidhur me Kur'anin gjatë tërë jetës së tyre, e sidomos në muajin Ramazan. Qatada e bante hatë me Kur'anin një herë në javë, ndërsa gjatë Ramazanit e bante hatë me Kur'anin çdo 3 natë, ndërsa në 10 e fundit e bante hatë me Kur'anin çdo natë.
Imam Shafiu, Allah pas mëshiruar, e ka bë hatme Kur'anin në Ramazan, hatme në Ramazan 60 herë. Ndërsa Ibn Asakiri e bënte Kur'anin hatme çdo javë, ndërsa në Ramazan e bënte hatme Kur'anin çdo natë. Ku jemi ne nga të parët tanë? Dikush mund të thotë se këto janë vetëm llafe të cilat I gjejmë nëpër libra. Mirë, por nuk është ashtu. Nga se të tillët ishin të lidhur fort me librin e Allahut subhanahu wa taala, mbase siç jemi ne të lidhur me telefonat tanë. Andaj secili prej nesh le ta shfrytëzoj këtë muaj të begat për të lexuar Kur'an dhe për të bërë ibadete kushtuar Allahut subhanahu wa taala. Sepse e lexojnë besimtarët Kur'anin, ka arsye të shumta, mirë po ne do t'i përmendim vetëm disa prej tyre. Nga se Ramazani është muaji I Kur'anit. Nga se shpërblimi për leximin dhe për çdo vepër tjetër që bëhet në këtë muaj shumë fishohet. Një germ, një shkronjë që e lexojmë, I kemi 10 sevape. Mirë po në këtë muaj të mirat Allahu subhanahu wa taala I shumë fishon. Gjithashtu, përmes leximit të Kur'anit që e bëjmë në Ramazan, kështu e ndjekim traditën e të parëve tanë, traditën e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, I cili ja ka lexuar Xhibrilit alayhis salam Kur'anin, po dhe Xhibrili ja ka lexuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ta ndjekim shembulltyrën më të mirë, nga se jemi urdhëruar ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirësitë e leximit të Kur'anit janë mirësi që kanë të bëjnë me këtë botë, po kanë të bëjnë edhe me botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë as-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Agjerimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për robin në ditën e Kiametit. Atë ditë secili prej nesh do të ketë nevojë për ndërmjetës. Andaj mos I humb këta dy, këta ndërmjetës fisnik, agjerimin dhe Kur'anin, nga se Allah subhanahu wa taala ja pranon ndërmjetësimin e tyre. Ne sigurisht se e lexojmë Kur'anin për të fituar shpërblime tek Allahu dhul xhelal. Mirë po, e lexojmë Kur'anin edhe për motive dhe shkaqe të tjera. Kur'ani është libër hyjnor në të cilin nuk ka as pak dyshim. Allahu subhanahu wa taala thot: "La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid." Kur'anit nuk I vjen e kota e pavërteta nga asnjëra anë. Kjo është shpallje për një të urti që I meriton të gjitha lavdet. Kurani është libër që I mahnit dhe I sfidon me përmbajtjen që ka këtë njerëzimin. Allahu dhul xhelal e ka shpallur këtë sfidim dhe e ka lënë të hapur deri në ditën e Kiametit. Kurani është libër me leximin e të cilit ne udhëzohemi në rrugë të drejtë. Thot Allahu dhul xhelal: "Dhalikal kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin." Kjo është libri në të cilin nuk ka dyshim. Pra nuk ka dyshim se është fjala e Allahut dhe është udhërrëfyes dhe është udhëzues për të devotshmit. Pra Kurani na tregon rrugën e drejtë që duhet ta pasojmë dhe na tregon rrugën e shtrembët prej së cilës duhet të shmangemi. Kurani I shëron shpirtrat e besimtarëve. Thot Allahu dhul xhelal: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Ne zbresim nga Kurani atë që është mëshirë dhe shërim për besimtarët, ndërsa mizorëve çafira Kurani ushton vetëm se humbje. Pra ky Kur'an është shërim për sëmundjet tona shpirtërore, për sëmundjet tona trupore dhe për çdo sëmundje dhe për çdo sëmundje tjetër. Gjithashtu ky Kur'an është I lehtë për ta mësuar dhe për ta kuptuar. Thot Allahu dhul xhelal: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir." Vërtet ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj a ka ndonjë që të marr këshill. Gjithashtu Kurani, vëllezër të dashur, është mrekullia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ja ka dhënë Allahu dhul xhelal, kjo mrekulli e pavdekshme e cila do të jetë për herë. Elusim Allah të na fal mëkatet dhe të na përmirësoj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.
Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Një shkak dhe motiv tjetër përse lexojmë Kur'anin është se Allahu dhul xhelal na ka veçuar neve me leximin e Kur'anit kundrejt melekëve të tij. Ibn Salahu ka thënë, leximi i Kur'anit është nder me të cilin Allahu i ka nderuar njerëzit. Melekëve nuk ju është dhënë ky nder, për këtë arsye melekët janë kurreshtar dhe të etur me dëgju Kur'anin nga njerëzit. Andaj këtë hutbë po e përmbyllim me një fjalë madhështore nga sahabiu i Profetit sallallahu alaihi wasallam, Khabbab ibn al-Areti, i cili ka thënë: afro tek Allahu me çfarë të kesh mundësi, por dije se nuk mund të afrohesh tek Allahu me diçka që më shumë të dën Allahu se sa fjala e tij. Andaj ta shfrytëzojmë këtë muaj të Kur'anit, të lexojmë Kur'an dhe të afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala përmes Kur'anit, të afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala përmes adhurimeve të tjera. Elusim Allahun ta bëj Kur'anin freski të shpirtrave tan, elusim Allahun të na i fal mëkatet, elusim Allahun të shërojë të sëmurët tan, elusim Allahun të ndihmoj besimtarëve anë kanë botës ku janë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salat.